morëm vesh që mi pranu të dytë, ka qenë një gëzim shumë i madh, sepse e kalum në sprov, pritën tjerat me radhë. Edhe shku mandej në studime, unë kur kam shku, kam qenë shtatzone 5 javshe. Edhe pak ka qenë normalisht vështirë, sepse në vitin e parë kemi qenë të ndarë me bashkëshortin. Ai është akomodu në një konvikt vetëm për me shkojt, në kuadër të fakultetit ku ai është pranu, dërsa unë në konviktin e vajzave në kuadër të fakultetit tëm. Edhe kemi qenë ndaras, edhe kështu kemi vazhdu për një kohë, thuajse gati kur u afru koha për lindje, kur e linda vajzën. Mandej edhe vetë periudha deri sa kemi gjetë një vend banim, ka qenë një histori tjetër, ku këtu kisha pas qef me i përmend disa njerëz, cilët kanë qenë shumë të afërt me neve. Studimet jashtë shtetit, njënën prej vështirësive kryesore është që ti nuk e ki familjen e afër, edhe veç faktit që jemi një vend të huj, pa marrë parasysh pse Turqia është afër edhe e shohim si një vend që ka kulturën paka shumë të ngjashme me neve, ti prap je i huj në qatë vend. Po njerëzit e afërt edhe shoqënia e mirë ta zavendësojnë pak familjen deri diku. Edhe janë shumë përkrahje që ti ki nevojë. Këtu disha me përmend Agjin Ismail, apo Ismail Osmanin, është një familje që vjen nga Kumanova dhe që jetoj në Stamboll. Pastaj edhe familjen Gruda, Trimi dhe Lira, Jetoni e Mira, kanë qenë njerëzit më të afërt për neve që na u kanë gjenë në ato kohë më të vështira. Agji Ismail, me thonë banesën e vetë e ka liru për neve, edhe... Gjatë kohë sa ishin konvikte? Po, se e ka qenë shumë vështirë për me gjetë një banesë.